Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkë me Izraelin, ndërkohë që dje në një live kam dëgjuar pjesërisht Kreqik Osmanin, teksa komunikonte natyrisht me audiencën e tij, e zbërtheu mirë qyshe dhe zanafillën, historinë dhe atë që mund të ndodhë tutje. Madje një nga këndvështrimet e zotëri Osmanit ishte nëse është tradhtuar Hamenei nga njerëzit e tij. Zotëri Osmani, faleminderit shumë që jeni sot në program. Përshëndetje, kënaqësi gjithmonë. Të doli pak punë me çështjet e lokalit, se të dëgjova dje live teksa ishte në YouTube, por natyrisht e shpjegove shumë bukur gjithë atë që po ndodh. Por ajo që më intregoi më shumë ti ishte pyetja nëse kishte tradhti, nëse bëhet fjalë për tradhti atje. Po fillimisht ju falenderoj që unë gëzoj vëmendjen tuaj dhe jam pjesë e interesimit tuaj, sigurisht kjo më gëzon. Dhe shumë shqiptar po na ndjekin përmes kanalit tim, sigurisht ju falenderoj. Unë situata është shumë komplekse. Situata është shumë komplekse në lindjen e mesme, pa diskutim nëse do të flasim për çështjen e eliminimit të Khameneit, pa diskutim që kemi të bëjmë me një kompleksitet situatash. Kemi disa njoftime, fillimisht është njoftuar për një lloj si ta themi, ndjekje të CIA dhe të shërbimet të inteligjencës amerikane, të cilat janë vënë në ndjekje dhe në gjurmim të liderit Khamenei prej luftës së 12 ditëve. Dhe më pas kemi pas një diskutim, një llogari tjetër të brendshme e cila bëhet si mundet që Irani të jetë kaq i infiltruar, si është e mundur që Irani të jetë kaq i zbërthyer, sepse njëjta gjë ka ndodhur edhe me vrasjen e Hasan Nasrallahut në liderit e Hezbollahut në Liban, i njëjta mbledhje ka dekonspiruar vrasjen e liderëve të tjerë të aksit të Iranit dhe e njëjta mënyrë ndodhi. Kjo lidhet në fakt me dy faktorë të rëndësishëm. Këtu ka edhe përveç shërbimeve të inteligjencës, pas një diskutim që ka edhe rasti nga brenda, ka infiltrim në nivelet më të larta dhe infiltrim në nivelin më të lartë dhe tek rrethi më i ngushtë i Khameneit. Ka diskutime shumë se çfarë mund të jetë dhe kush mund të jetë. Është diskutuar një emër nga më të rëndësishmit e Iranit. Mund ta përmendim, është një lider ushtarak shumë i lartë, Kahani. Ka hipoteza të larta që është i vetmi i cili nuk vritet dhe nuk ekzekutohet në të gjitha sulmet që kanë ndodhur deri tani. Ka qenë në Beirut kur është ekzekutuar shefi i Hezbollahut Nasrallahu dhe ka shpëtuar. Ka qenë në kohën e Khameneit dhe ka shpëtuar. Është i kudo ndodhur dhe është i vetmi që nuk i ka ndodhur gjë. Mediat iraniane sigurisht kanë thënë që Kahani apo ngritja e retorikës se Kahani mund të ketë qenë tradhtari është një propagandë e ushtruar nga jashtë, por që aty ka tradhti, nuk ka asnjë diskutim dhe përveç tradhtisë ka një supremaci teknologjike të jashtëzakonshme dhe të paimagjinueshme nga mundja njerëzore. Por zotëri Osmani, çështja e inteligjencës gjithmonë që po e cekim, mendoni se inteligjenca i ka dhënë këtu, sipas burimeve inteligjente, është menduar që ky konflikt mund të zgjidhet shumë shpejt si ai i Venezuelës, pra me goditjen e kokave do të përfundojë gjithçka, apo gjërat tani më na dolën nga kontrolli? Jo, nuk kanë dalë gjërat nga kontrolli. Shërbimet e inteligjencës amerikane kanë qenë korrekte, edhe ato rajonale. Informacioni ka qenë nga Pentagoni, ka qenë i fundit, ka qenë nga CIA, ka qenë dhe nga shefi. E kam fjalën në kundërpërgjigjen që morën bazat amerikane si pasojë e sulmeve drejt Iranit, pra kundërpërgjigja që e dha Irani. U pret një gjë e tillë? Po ja them, atë po ju thoja. Më duro vetëm. CIA dhe Pentagoni kishin dërguar 24 orë përpara fillimit të luftës raportin tek Donald Trump që lufta nuk do të jetë lehtë dhe nuk do të mbyllet kollaj. E megjithatë, presidenti Donald Trump shkoi në përplasje. Pra kjo është ajo që po të them. Dhe pa asnjë diskutim, goditja nga ajri nuk e rrezon regjimin e Iranit. Goditja dhe bombardimi nga ajri nuk e rrezon dhe amerikanët kishin bërë disa skenar. Skenari numër 1 ishte goditja e leadershipit ashtu siç vepruan pasi menduan të veprojnë me skemën e Maduros,
eliminimi i Maduros, por në rastin e Maduros, Amerikanët dhe CIA kishin patur kontakte 6 muaj përpara se të shkojnë tek Maduro, kishin kontaktuar në lindjen e mesme me Nancy Rodriguez, me zëvendësen e Maduros, dhe ajo kishte dhënë fjalën amerikanëve që do të ishte administratorja e procesit të tranzicionit në Venezuela, dhe menjëherë pasi ra Maduro, amerikanët drejtojnë sot de facto Venezuelën. Ndërsa rasti i Iranit është rast më i komplikuar, sepse në Iran deri tani nuk është gjendur ende Rodriguezi, sepse maja leadershipi të Iranit nuk del jashtë shtetit. Njerëzit më të rëndësishëm të regjimit, pra ata që janë, si themi, garda e revolucionit dhe garda e sistemit dhe e regjimit, është shumë e vështirë të dalin nga Irani, nuk dalin nga Irani dhe nuk e ku t'i rekrutosh. Por modelin po e përdorin të njëjtin, pra krahasimisht nëse krahasojmë modelin e Irakut, atje ku u shkatrua sistemi ushtarak, u mbyt, u vra, u eliminua Saddam Husseini, pra tani Amerika tani tutje po përdor modelin e Venezuelës, pavarësisht se a dalin liderët jashtë apo jo, po arrin që të prek kokën dhe më pas të dobësoj sistemin atje. Prandaj u thashë nderuar, modeli i Venezuelës dështoi, nuk funksionon modeli i Venezuelës, dhe ktheja ka thënë dhe CIA edhe Pentagoni Trumpit, që nuk do të funksionojë modeli i Venezuelës në Iran. Sigurisht pritej dhe kishte mundësi që të binte dhe të kputej i gjithë zinxhiri i komandimit me vrasjen dhe me eliminimin e Khameneit, por Khamenei i parapriu asaj, doli vetëm 2 ditë përpara dhe i bëri thirrje të gjithë zyrtarëve të lartë që të emërojnë 4 zyrtar pasuesit e tyre, që në rast se eliminohet njëri, prap Khamenei e kishte përgatitur eliminimin e tij. Khamenei ishte bërë gati që do të vdiste në një farë mënyre, sepse është e paimagjinueshme në mendjen më elementare njerëzore si mund të shkojë leadershipi i Iranit pas gjithë atyre përgatitje dhe kërcënimeve amerikane dhe të bëjë mbledhje në selinë e tyre që dihet që është selia e tyre. Pra është e paimagjinueshme kjo. Ka tradhtia brenda, por sistemi dhe modeli i tradhtisë që ishte nuk është si sistemi dhe modeli i tradhtisë në Venezuela, siç ishte kontakti CIA me Rodriguezin, i cila ishte e gatshme ta shiste Maduron dhe e dorëzoi Maduron në farë mënyre. Dje çfarë tha Netanyahu? Ndihma erdhi. Foli, bëri një fjalim për popullin iranian, bëri një fjalim në gjuhën perse dhe tha ndihma erdhi. Çdo të thotë ndihma erdhi, pra ne e kuptuam që regjimi nuk bie nëpërmjet goditjes së Ayatollah Khamenei, tashmë populli iranian duhet të marrë pjesën tjetër të përgjegjësisë dhe të çojë përpara pra rrezimin përfundimtar. Por atje është jashtëzakonisht e rrezikshme tashmë, kush guxon atje të dalë të rrezojë regjimin në momente kur është ekzekutuar lideri. Lideri përfaqëson profetin atje në gjuhën ideologjike të iranianëve. Pra, dhe bombardimi nga ajri nuk e zëvendëson direkt automatikisht regjimin e Iranit, aq më tepër që edhe kinezët, edhe rusët janë duke mbajtur shënime dhe me sa duket sipas gjasave kanë filluar të lëvizin dhe po çojnë mbështetje. Në qoftë se nuk çojnë këmbësori, do të jetë shumë i komplikuar regjimi me bombardime nga ajri. Por të çojnë këmbësori është e rrezikshme. Dhe këtu do doja delja, zotëri Osmani, në një anë Kina ka dërguar një aeroplan në Iran, nuk dihet se çfarë kishte brenda atij, megjithëse zona ajrore është ndaluar, ndërsa në anën tjetër ministri i punëve të jashtme franceze ofron ndihmë dhe tregon se Franca mund të kyçet si një vend i cili do të gjendet në ndihmë shteteve të sulmuara nga Irani. Apo shkojmë kështu drejt një konflikti më të madh pra me përmasa botërore? Ne jemi në luftën e tretë botërore. Ka njerëz që e shohin si humor, ka njerëz që e shohin si konspiracion, ka njerëz që e shohin si gallat. Pa diskutim ne jemi brenda luftës së tretë botërore dhe një gjë është e sigurt. Konflikti në Europë ka ngrirë vetëm sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës
duan të fokusohen të gjithë energjitë e tyre në rrëzimin e regjimit të Iranit. Pas Iranit e ka radhën Turqia, pas Turqisë e ka radhën Europa. Është shërbimet sekrete ruse kanë njoftuar dje që po çojmë armët bërthamore në kufi me Estonin. Ka dy luftra, dy kasaphana që e presin Europën, urojmë të mos ndodhin. Trajektoria asaj që po ndodh është diçka shumë e madhe, sepse ka luftë në Europën lindore me Rusin, ka edhe luftë për polin e veriut që do të jetë lufta më shkatërruese pas luftës dytë botërore. Edhe në lindjen e mesme është duke u hapur lufta në këtë moment, është duke marrë për masa të mëdha. Kjo zotëri të nderuar, vëllezër dhe motra shqiptar, kjo nuk është një luftë mes Izraelit dhe Iranit, as mes Amerikës dhe Iranit. Është luftë e përgjakshme, thyrje kockash ndërmjet aleancës perëndimore dhe aleancës lindore, derisa të vijë radha të merren vesh dhe të ulen në tryezë dy gjigantët e mëdhenj të botës, amerikanët me kinezët, të cilët deri tani kanë vendosur ta bëjnë luftën e tyre proxy, qoftë në Ukrainë, qoftë në lindjen e mesme, qoftë në Taiwan, qoftë në Europë, qoftë në Venezuela. Kjo është një përballje ndërmjet Kinës dhe Amerikës. Dhe në këtë përballje, edhe një gjë interesante ka ndodhur së fundi, u raportua për disa raketa, disa mbushje raketore balistike të cilat nga Korea e Veriut kanë shkuar drejt Rusisë. Çfarë mund të jenë ato dhe cili është destinimi i tyre sipas jush, zotëri Osmani? Në asnjë sekond dhe në asnjë minutë nuk kanë ndaluar së lëvizuri avionët as nga Kina në drejtim të Rusisë, as nga Kina në drejtim të Iranit, as nga Rusia në drejtim të Iranit, as nga Korea në drejtim të Iranit. I gjithë boshti i lindjes është imobilizuar tërësisht që të shkaktojnë sa më shumë hemorragji ndaj amerikanëve në lindjen e mesme. Ndaj Donald Trump ka hedhur mbrëm në orët e vona në një telefonat që e ka kryer me gazetarin e The Atlantic, Michael Shearer, i cili ka shkruar mbrëm se ka komunikuar në telefon me presidentin Donald Trump dhe ai ka thënë se presidenti amerikan ka folur dhe ka marrë një mesazh nga iranianët me njëherë pasi është ekzekutuar lideri Khamenei, se ata janë të gatshëm të shkojnë në negociata në këtë moment dhe se presidenti Donald Trump nuk ka ndonjë pengesë që të shkojnë në negociata. Kjo është njoftuar nga The Atlantic dhe është njoftuar nga një gazetar shumë i njohur në lidhje me Shtëpinë e Bardhë, që ka lidhje me Shtëpinë e Bardhë dhe me Washingtonin, që do të thotë Donald Trump nuk përjashtohet mundësia që të bëjë një tërheqje taktike për momentin, të cilën unë nuk e shoh që do të jetë afatgjat, por është pjesë e strategjisë së luftës, por që gjithsesi ai e ka njoftuar. Donald Trump ka thënë, unë jam gati dhe e mirëpres të riulem me Iranin në tryezën e bisedimeve. Ndërkohë që Irani vazhdon të përgatisë situatën për liderin e ardhshëm dhe institucionet funksionojnë, thotë do të vazhdojmë. Lufta po përhapet në xhirin persik, po përhapet në Liban, është bombarduar Izraeli sërish sot, filluar bombardimi i Libanit, është mbyllur sipërfaqja ajrore e Jordanisë, kanë filluar bombardimi i Erbilit, Irakut është goditur Aramco, zemra e naftës Arabisë Saudite, është rigoditur Katari, kanë rrëzuar, pra lufta po shkon në një luftë masive rajonale dhe në qoftë se do të përshkallëzohet, ministrat e jashtëm të GCC-s të vendeve arabe të Gjirit kanë njoftuar se mund të hyjnë dhe ata në luftë në qoftë se Irani nuk do të ndalojë së goditur e ata. Pra, ne tashmë jemi zyrtarisht në luftë rajonale, e cila po përshkallëzon në luftë më të madhe se aq. Do të shohim si do të veprojë presidenti Donald Trump, sepse edhe ai ka një presion të brendshëm të jashtëzakonshëm, edhe nga një pjesë e madhe e demokratëve, por edhe nga një pjesë e madhe e MAGA-s, Make America Great Again, na ke premtuar për paqë, përse po shkon në luftë. Na ke premtuar që America first, Amerika është e para, a është Amerika e para apo është Izraeli i pari. Dhe kujtojmë se i ka edhe midterm elections tani në fund të vitit dhe i duhet natyrisht edhe për punën e numrave. Zoti Osmani, fare në fund, më thoni ju lutem sa i përket çmimit të naftës, ka nisur paralajmërimet për rritje, deri ku do të shkojë kjo? Çmimet e naftës, në qoftë se lufta vazhdon, çmimet e naftës do të shkojnë $160-200 për fuqi.
do t'jetë një katastrofë. Por, në qoftë se mbyllet ngushtica e Hormuzit, pas një diskutim tregjet, ju e kuptoni, tregjet janë frikacake, kapitali është frikacak, ato janë duke u lëkundur me lëkundjen e deklaratave që vinë nga Washingtoni dhe që vinë nga lindja e mesme. Çdo lloj deklarate e cila e shton mundësinë për luftë i rrit automatikisht. Ka rezerva botërore momentale të cilat janë duke ruajtur stabilitetin e çmimit të naftës, ka një kontroll të plot të Amerikës të pjesës më të madhe, por goditja e Aramco sot, të Arabisë Saudite, është na çon në një fazë kritike. Minimi dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit, dje është goditur një naftëmbajtëse. Në qoftë se lufta në lindjen e mesme përshkallëzohet, edhe pse Amerika e kontrollon naftën e Venezuelës tashmë, mendoj që do të shkojmë në krizë botërore të energjisë, por shpresojmë të mos mrinë ke ky skenar. Është i pashmangshëm në qoftë se vijon lufta edhe për 10 ditë, 15 ditë, deri atëherë mund të ketë rezerva për të ruajtur stabilitetin e çmimeve të energjisë. Më pas askush nuk mund të japë asnjë parashikim se çfarë mund të ndodhë. Zotri Osmani, faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe për prezencën tuaj në emisionin Kosova Today. Shpresoj se edhe në të ardhmen do të kemi mundësinë të kemi paraqitje të tilla informuese nga ju. Ju falenderoj, mersi, respekte. Faleminderit për herë për këtë bashkëpunim të mirëfillt dhe natyrisht për këtë analizë kaq profesionale. Ne shkputim tani me një blog publicitar sot në ora 14. Nis takimin në mes Kurtit dhe Abdigjikut, a do të zgjidhet përfundimisht situata me presidentin, kthehemi vetëm pas pak me një super panel këtu në Kosova Today.